Bashkia Gjirokastër ka investuar së fundmi në aksin kryesor i cili lidh qendrën e qytetit të Gjirokastrës me njësinë administrative të Lunxhërisë, duke e bërë këtë rrugë të aksesueshme për të gjithë banorët e zonës. Ka përfunduar rikonstruksioni i rrugës kryesore të qytetit të Gjirokastrës, investim ky që lidh qytetin e Gurt me njësinë administrative Lunxhëri. Kjo rrugë me një gjatësi rreth 5 kilometra është ribër duke sjellë kështu asfaltimin më cilësor dhe në parametrat e duhur, me qëllim rehabilitimin e rrugëve të brendshme të fshatrave që do të ndihmojnë në lëvizjen e banorëve dhe të mjeteve, veçanërisht gjatë stinës së dimrit. Ndërkohë mësohet se investime të tilla Bashkia Gjirokastrës ka kryer jo vetëm në fshatin Balare, por dhe në fshatrat e Rind, Gjatë dhe Doksat. Investime këto në shërbim të komunitetit gjirokastrit. Bashkia Gjirokastrës ka përfunduar ndërkohë një varg investimesh në infrastrukturën rrugore, si rrugë kryesore apo rrugë dytësore dhe rrugët e brendshme të fshatrave, duke bërë kështu lëvizjen e qytetarëve më të thjeshtë, ndërsa qyteti Gjirokastrës tashmë është kthyer në një atraksion të vizitueshëm dhe nga turistët vendas dhe të huaj.